Le të kërkojmë Gemini për shembull si të filloj si mund të bëjmë një skript në bash. Për shembull can you write a bash script? To sum up the numbers from 1 to 10. I can certainly help you with that. Edhe këtu ka bërë të skriptin. Një do presim 2 minuta se po vjen një update seri, ndërkohë po shikojmë diçka këtu. Atëherë po kopjoj këtë skriptin edhe po tu ta thotë si ta ekzekutosh, to run the script, save the script, open a text editor, copy the code above and save it as some numbers pick. Make it executable, run the script. The script will output the sum of numbers from 1 to 10 is 55. Atëre po e kopjoj këtë, ku kopjoj kjo? Do ta kopjoj gjithë njëherë. Okej, po e selektoj kështu s'ka gjë. Control copy. Po Mund ta bësh me atë. Me kë? Ku në cep? Atje? Nuk e shikoj dot të drejtimin tonë. Thuaj djathtas më, flas lart poshtë ku? Djathtas. Ku? Dhe ajo viza aty. Të kush viz? Aty, Këtu? ajo poshtë, më poshtë, e fundit. Jo, nuk shkon. Jo. Okej, s'ka gjë. Zakonisht ajo jep një buton këtu që e kopjon të gjitha atë, po ku nuk e di pse s'po del. Nëse i bëra copy, Ctrl C, po shkoj në terminal, si e kishim këtë, e kishim some numbers, e kishë, po përdor nano këtë radhë, nano some numbers, sh, Ctrl Shift V, Ctrl O, Ctrl X, pasaj change mode plus X, some numbers. Hajde. Edhe kjo thot, the sum of numbers from 1 to 10 is 55. Le ta shikojmë këtë programin. Këto që fillojnë me thurje janë përmend. Pra, initialize the sum variable. Pra, kemi një variabël sum që do ta përdorim për të mbajtur shumën. Tani mund ta ndezim kompjuterin dhe shkruajmë këtë numër. Sa të dalë ajo menuja e dytimit. Shkruajmë këtë numër. Tek e dyta, kam bërë një. Për një rezultat në mërë, përse shkët në mërë. Lërë të ndizë dhe përtaj bëjt reboot. Tani, po shpjegonim si mund të përdorim në këtë inteligencën artificiale për të ndërtuar programe. Thjesht e kërkone dhe ta bëne. Tani, kjo ka përdorur të ciklin for i, ka përdorur të komandën set, 1 deri në 10, që është ngjashme me ato klapat e lakora. Për shembull, klapat e lakora 1.10 është një sekuencë me numra nga 1 deri te 10. Edhe kjo komanda set, shumë sek 1 10, na jep një sekuencë me numra nga 1 deri te 10. Kështu që ky cikli for këtu përsëritet 10 herë dhe i jam me vlerat nga 1 deri te 10. Këtu e shton in tek shuma, duke përdorur këto klapat dyshe me dollar të para, kjo është shpreha aritmetike. Edhe bën update shumën, sa për çdo vlerë të is. E shton te shuma. Dhe pastaj në fund tregon rezultatin. The sum of numbers from 1 to 10 is this. Okej, këtë shumë
Shumë praktike, shumë e bukur. Tani, po sikur t'i kërkojmë një program në Python, si thoni e bën? Okay, po I them can you write a Python program that plays tic-tac-toe? Can you write a Python program that plays tic-tac-toe? E din çfarë është tic-tac-toe? Yes. 3x3. 3x3. E bëri kjo këtë tani, çka ka pushon. Kjo t'jep mundësinë që ta ekzekutosh të kodin direkt aty, po ne do ta kopjojmë dhe do ta ekzekutojmë. Export to code labels në notebook. Pse s'më jep mundësinë që ta kopjoj gjithë janë? Nëse po e bëj select të gjithën këtë. Ctrl C, Ctrl copy. Edhe këtu jep edhe sqarimin e programit. Tani po kaloj te, po e bëj nano Ctrl Shift. Edhe ju mund ta studioni këtë kodin, se tani është pak I gjatë dhe s'kemi kohë që ta studiojmë tamam. Thjesht po e ruaj Ctrl O, Ctrl X. Po e bëj, jo, s'po e bëj të execution, po e ekzekutoj kështu direkt Python 3. Pra, ka një gabim në rreshtin 7. Ç'ne kjo? S'është e jona kjo? Control undo, si bëjmë undo. Ja. Control X. Kjo eko nuk e di se pse na është futur aty dhe si na është futur. Inshallah s'na e futur gjërat tjera gatumisht. Ctrl X. E bëj edhe një. Tani kjo ka bërë një program po që e bën me tekst. E thot PX enter row from 0 to 2. Pra një rresht, po shumë po zgjedh rreshtin 0. Enter column, po zgjedh prap column 0. Dhe vendos një X. Pastaj kej një kështu me radhë. Tani, po e ndërpres të, dhe faktikisht unë dua një program grafik, kështu që do t'i them shumë thjesht I pyetje të tjera në vazhdim, ose kërkesa të tjera në vazhdim. Edhe tani, kjo po përdor të librarin TK-Inter, që të bëj një program grafik. Nëse ta provoj njërë me Ctrl A këtu, Ctrl A, po, me Ctrl A I bëj select të gjithës, Ctrl C e kopjoj, shkoj prap tek, ose po bëj një program të një, Ctrl V, e vendos atë gjithën, tani Ctrl O, Ctrl X, po e provoj të, Python 3, edhe radhën e ka lojtari X, pastaj lojtari O, pastaj lojtari X, pra e bëri me një ndërfaqe grafike.
Shumë bukur. Tani mund t'i them edhe që a mund ta luaj një lojtar kompjuteri. Domethënë i kërkoj akoma që të bëj programe inteligjencë artificiale, që një nga lojtarët të jetë kompjuteri. Tani unë po e lë këtë se na anë çiko, po që ju mund ta provoni në shtëpi, domethënë, edhe bëhet. Domethënë që edhe këtë e bën. Pra për të bërë lojra të thjeshta, gjëra të tilla kështu. Dhe ndërkohë ajo edhe ta sqaron, kështu që edhe mund ta ndjekësh logjikën. Tani hapim terminalin edhe bëhemi gati të vazhdojmë me bash scripting. Pra bëm disa programe të thjeshta radhën e kaluar. Ishte ky programi Hello. Arti. Po nëse s'po shkon që mos bëj ashtu, më ndiq mua. Ishte programi Hello, ishte edhe ky programi Modula. Ta kujtojmë edhe një çfarë bën programi Modula, thjesht nxitën numrat nga 0 te 20 dhe ata që janë shumë fisha të 5-s i rrethon me klapa me cepa dhe ata që janë shumë fisha të 3-shit i rrethon me klapa katrore. Bëm dhe këtë programi count. E bëm me mënyra të ndryshme, me while edhe me for, me while edhe me until. Ky programi modulo ishte me if. Tani do shkruajmë një tjetër program i cili përdor prap këto ifin përdor testet të ndryshme. Do testojmë do bëjmë një program që merr një numër integer dhe e teston dhe shikon është 0 nuk është 0, është negativ, është pozitiv, është çift, është tek e kështu me radhë. Pra do bëjmë teste të ndryshme. Këtë radhë do përdorim këtë editorin Micro. Micro test int picture test. Micro test int picture. Tuha. Okej, po vendosim këtë shebang, bin bash, /bin/bash, dhe po lexoj një numër nga tastiera. Po fillimisht po printoj një prompt. Echo, please enter a number. Echo, please enter a number. Pastaj, këtu poshtë përdor të komandën read int. Domethënë kjo echo printon këtë si një prompt. Dhe pastaj kjo komanda read e lexon diçka nga tastiera dhe e ruan te ndryshorja int. Por këtu tek komanda echo po vendos dhe këtë opsionin -n që mos na printoj një fundreshti. Domethënë të printoj stringu, po jo fundreshti. Në mënyrë që numri të vazhdoj të shkruhet këtu. Për ta ruajtur në editorin Micro përdorim Ctrl+C për save. Ctrl+C e ruajmë, Ctrl+C. Dhe për të dalë nga editori përdorim Ctrl+C. Ctrl+C. E bëjmë të ekzekutueshme këtë testing, sepse do ta ndërtojmë avash të programit, se kemi ndërtuar akoma, po testojmë kaq sa kemi shkruar. Change mode +x testing picture dhe e ekzekutoj testing picture. Tani kjo thot please enter a number, po i them 6, për shembull, kaq, nuk bën gjë tjetër. E hap prapë editorin. E provojmë. Pse nuk do ligjë, pasi i danë një numër, pse nuk do ligjë programi? Po, sepse nuk mbaroi programi, ai sa lexoi atë, e rroti në ndryshore dhe nuk ishte instruksion tjetër. Për shembull, po të shtoj një instruksion këtu, echo int. Echo int, thjesht do shfaq atë numrin që ka lexuar. Bëj prap Ctrl+C, Ctrl+C.
e testoj prap, jep një numër, thjesht printon numrin dhe programi mbaron. Dhe do bëjmë echo int. Po. Echo int po me dollar përpara, edhe njerë. Echo dollar int, sepse kur themi dollar int, këtë shelli e zëndëson me vlerën që ka ndryshorja int. Pra kur shkojmë dollar int, në vend të kësaj shelli vendos vlerën që ka ndryshorja int. Është një zvendësim që bën shelli, që kemi mësuar këtë zvendësimet e shellit. Një nga zvendësimet që bën shelli është edhe zvendësimi i variableve, që është ky rasti këtu. E provojmë gjithë, e ekzekutoni edhe një herë programin dhe shikoni që do nxjerrë atë numrin në fund. Ekzekutome x slash test int. Po, jep një numër. Thjesht shfaq numrin që i kemi dhënë. Tani, këtë rreshtin këtu do ta fshi dhe do vazhdoj programin më poshtë. Pra, me dy rreshtet e parë lexoj një numër, tani do bëj një if. If. Ky editori mikro, kur bëj klapa hapse unë, bën automatikisht dhe klapat mbyllëse, që mos të harrojnë. Me nano për shembull ose me dim, do t'i bëj vetë klapat hapse, klapat mbyllëse dhe pastaj të vazhdoj në fund. Kurse ky i bën vetë. Int vend bosh baraz 0, pra krahasojmë nëse numri int është i barabartë me 0, then enter, 1, 2, 3, 4, lë 4 vende bosh, echo, int is 0. Int is 0. Else echo int is not 0. Fill. Ctrl S për ta ruajtur. Thoi është ajo që mbyll if, do të thënë që është fundi I instruksionit if. Po kështu e ka të sprapë, do të thënë. Këtu pas para ekzekutimi fraktën echo int is 0. Pra, nëse int është barabartë me 0, nxjerrim këtë mesazh int is 0, përndryshe nxjerrim mesazhin int is not 0 me else. Dakor? Dakor, provoj. Provoj edhe një me 0. Me Ctrl C bëjmë save. Ctrl C save, pastaj Ctrl C dalim. Ctrl C dalim, e provojmë edhe një herë programin. Jap një numër për shembull 18, thotë 18-a nuk është 0, ja ekzekutoj edhe një herë, jap numrin 0. 0 is. Po, 0 është 0. Ja hapim edhe një herë programin, e testuam gjithë? Okej. Hapim edhe një programin, tani te kjo pjesa else do shkruajmë, do bëjmë disa teste të tjera. Te pjesa else, faktikisht këtë po e komentoj, po vendos një thurje aty që e komenton këtë komandë ose këtë instruksion dhe do testoj nëse int është negativ apo pozitiv. Bëj if int less than 0, tik presje, then echo int is negative. Else echo $int
is positive. Edhe e mbyll ifin me një FI. Dakor? Ctrl S. E ruaj. Po. Këtë e të pak në nësat. Dhe pastaj bëjmë pjesën else. Else? Else, enter. Kalova e shkjetë, echo, int is positive. Nëse nuk është 0, mund të testojmë është pozitiv apo është negativ. Po, e mbylli me FI. Dakor, po vure në resht me ifin, po, vure poshti. Edhe ashtu e merë, po, është me lexueshme kështu. Dakor? Be safe, Ctrl S. Provojmë. E provojmë me një numër pozitiv, me një numër negativ dhe me një numër 0. Jepi një numër -5, ose 4. -5 is not 0, -5 is positive. Ata e këto diçka gabim në program, ato do të shkojnë pozitiv. Po, do të shkojnë pozitiv. Po. Ke arruar të mbullosh ifin e dytë, do të thënë ky ifin këtu, ky ifin këtu, ka nevojë për një FI që ta mbyllim. Kjo përgjë të moshtë është e të marë, do të dhe një tjetër. Ctrl S, Ctrl Q. Provoj dhe një? Po, provoj dhe një me një mund pozitiv. Provoj prapë me 0. Po, në regu. Tani, is not 0, ne këshim komentuar. Po të shë, mund të komentosh edhe ti. Këtë mesazhin këtu mos ta ndjej, po ndjej vetëm është pozitiv ose është negativ. Në rregull? Atëre, po testoj edhe unë, meqense ju e testuat. Po testoj me -4, negativ. Po testoj prapë me 3, pozitiv. Po testoj edhe një me 0. Tani hapim edhe një për ta edituar programin dhe do shta një if tjetër, do bëjmë një test tjetër. Është çift apo është tek? Po lë një rresht bosh edhe po bëj një if tjetër. If int mbetja e pjesëtimit me 2 është e barabartë me 0, pra nëse pjesëtojmë me 2 dhe mbetja është e barabartë me 0, atëherë do bëjmë mesazhin echo int is even. Even i thon çift. Else echo int is odd. Odd i thon numri tek. FI. Ctrl S për ta ruajtur. Pra gjejmë mbetjen e pjesëtimit me 2 dhe e krahasojmë nëse është barabartë me 0. Nëse është barabartë me 0, printoj mesazhin nuk i është even. Për ndryshe printoj mesazhin nuk i është 8. Tani e mbyllim edhe ifin me FI.
Po, Në nga thonë që është pozitiv për shumë dhe tek. po, provoj me një numër tjetër, për shembull provoj me -6. Është negativ dhe është qift. Mund ta provosh prapë me 0, megjithëse ne e provojmë prapë. Okay. E provojmë Ctrl Q. Tem -10, negative even. E provoj 7, positive odd. E provoj edhe një herë me 0, 0. Tani, po nëse unë e provoj këtë me, për shembull me ABC. Në nxjerr gjëra të çuditshme. Më thotë që ABC është 0. Si mund ta rregulloj këtë gjë? Urdhë? Do bëjmë një kusht që të shikojmë nëse inputi që na është dhënë është numër apo jo. Dhe këtë mund ta bëjmë me shprehje të rregullta që kemi mësuar më parë. Një numër natyror ose numër i plot mund të fillojë me një minus ose mund mos fillojë me minus dhe pastaj ka vetëm shifra. Se këta po testojmë numrat e plot, domethënë numrat negativ, pozitiv dhe 0. Pra, e hapim edhe një herë editorin dhe këtu pasi kemi lexuar këtë integer, pasi kemi lexuar numrin, do bëjmë një test tjetër if dhe këtë testin do ta bëjmë me këto klapat katrore. Klap katrore çift dhe do testoj këtë numrin int baras via e lakuar. Tilde, kjo përdoret për regular expression matching. Pra, do bëj match me një regular expression, do bëj match me gjithë atë stringun input. Domethënë, kapuçi kap fillimin e stringut, dollari kap fundin e stringut, dhe tani do bëj një minus pikë pyetje. Domethënë, mund të ketë një minus ose mund mos ketë. Si shkronjë të parë, si karakter të parë. Pastaj, shifrat janë nga 0 deri te 9. Edhe ky plusi ka kuptimin një ose më shumë. Pra, kjo ka kuptimin një shifër, domethënë nga 0 deri te 9 një shifër, dhe plusi ka kuptimin një ose më shumë. Pra, një ose më shumë shifra nga 0 deri te 9. Dhe mund të ketë përpara një minus ose mund mos ketë. Meqense është me pikë pyetje, minusi është opsional. Pra, ajo shprehje, kjo shprehje e rregullt bën match edhe nëse fillon me minus, edhe nëse nuk fillon me minus. Tani ky ishte testi, tani vëmë një pikë presje këtu dhe themi then atëherë echo do nxjerrim një mesazh gabimi. Input value is not an integer. Input value is not an integer. Dhe këtë mesazh gabimi e nxjerr në standard error, e ridrejtoj. Komanda echo vetvetiw e nxjerr në standard output. Po unë do ta ridrejtoj standard output që të shkojë tek standard error. Pra, kjo ridrejton standard output, kjo shenja më e madhe dhe kjo et2 ka kuptimin e standard error. Pra, standard outputin e komandës echo e ridrejtoj për në standard error. Meqense është mesazh gabimi dhe shkruaj exit 1. Exit e mbyll ekzekutimin e programit. Edhe mbyll ifin pastaj me fi. Pra, komanda exit e ndalon ekzekutimin e programit dhe ky quhet një error code. Zakonisht programet në Linux nëse ekzekutohen me sukses kanë error code 0, domethënë nuk ka error. Nëse kanë ndonjë gabim gjatë ekzekutimit, mund të kenë error code 1, 2, 3, varet se si është ndërtuar programi. Për shembull, error code 1 tregon këtë lloj gabimi, error code 2 tregon një lloj gabimi tjetër. Pra, zakonisht kur programi ekzekutohet me sukses,
ka një kod 0, kthejnë një kod 0. Nëse ka ndonjë gabim, atëherë kthejnë një kod të ndryshëm nga 0 në këtë bash. Atëherë po I bëj save, Ctrl S, e shkruajtëm gjithë? Okej, edhe Ctrl Q, edhe e testoj edhe një herë, test, po bëj për shembull ABC, prap pse më thot ABC 0, prap. Ka diçka të thashë. Po e kontrollon për numra? Shiko, këtu duhet vëmë një not, sepse kjo bën match me numrat. Pra, atëherë nëse nuk bën match me numrat, kjo pikë çudica është që e kthen në të kundërt atë. Domethënë, nëse nuk bën match me këtë pattern, atëherë nuk është një numër I rregullt. Pra, do të kishin vendosur këtë pikë çudicën që është not. Akte prit të do vi ta shikoj. E provoj edhe një herë. ABC. Pse s'ti rasti mesazh? Kjo është jo @ por kjo është ampersand. Ampersand 2. Kjo I referohet standard error, kjo ampersand 2. Domethënë me anë të kësaj ne dërgojmë një mesazh me standard error. Ctrl S, Ctrl Q, e testoj edhe një herë. ABC, input value is not an integer. E testoj edhe një herë, -7 is negative is odd. Unexpected end of file. Këtu vendosim një pikë çudice që ta kemi në të kundërt atë matching, kemi no. E dyta, ky korrigjim që bëra tani që duhet të ampersand. Shishi sharp. Dhe e treta këtu ka bërë të ndodhësh shitin me një FI. Ky është mesazhi I gabimit që të unexpected end of file. Tani, bëj Ctrl S, Ctrl Q, provoj. Jep, po, it's not indeed. Provoj edhe me një numër tani. Këto prapa po patjetër në bosh donacisë se ndryshim këtë përtojësishme. Edhe këtë donacisë këtu. Edhe këtu, sepse ndryshe nëse reparacie ke mesi pjesë të shprehjes së rregullt. Edhe një tjetër këtu do një presje para se filloj gjë. Po, bëj Ctrl S. Okej. Do një herë Antonin, provoj me një gjë që s'është numër, provoj me një gjë që s'është numër. Po, shkruaj një dy shkruaj një. Okay, it's not an integer. Në rregull. Tani do dalim në këtë program me Ctrl Q dhe do bëjmë një skript tjetër të vogël që lexon një password. Atëherë bëjmë micro read pass.sh. Pra do lexojmë një password. Micro read -pass.sh. Vendosim të shebang, dim dash. Tani, përdorim të komandën read, që lexonte diçka nga tastiera, që e pamë edhe në programin e mbarshëm, vetëm se kësaj do t'i japim të opsionin P, që opsioni P është prompt. What is your username?
dhe vlera që do lexohet nga tastiera duhet në ndryshoren username. Pra, komandën radhën e kaluar e përdorëm vetëm me një emër ndryshore. I thamë atë që do lexosh nga tastiera, ruaj në këtë ndryshore. Tani po japim edhe këtë opsionin -p që tregon se çfarë prompti duhet të shfaqë. Atëherë nuk është nevojë që ta bëjmë me echo këtu sipër, what is your username, po mund të japim me opsionin -p prompt. Edhe pastaj kjo do nxjerrë këtë what is your username, atë që do shkruhet tastier do ta ruaj këtu. Përveç kësaj mund t'i japim edhe një opsion -i që është default value. Dhe default value është që nëse shtyp enter, nuk shkruan asgjë dhe shtyp enter, atëherë merr si vlerë këtë që jepet me opsionin -i. Dhe kjo user është useri, domethënë në këtë variablin user, që është një environment variable, është një ndryshore mjedisi, ruhet emri i përdoruesit të llogarisë Linux që jemi duke përdorur. Përveç kësaj japim edhe një opsion -e. Japim edhe një opsion -e, e cila përdoret që të përdor, domethënë për mënyrën e inputit. Zakonisht kur shkruan një gjë dhe bën një gabim, është e vështirë që ta fshish atë. Po po t'i japim këtë opsionin -e, ajo përdor një librari që të mundson këto ta fshish, ta korrigjosh, të shtypësh Ctrl+A dhe të shkosh në fillim të rreshtit, të shtypësh Ctrl+Z dhe të shkosh në fund të rreshtit. Pra ky opsioni -e bën që të përdori librarin readline, e cila ka këto lehtësira gjatë dhënies së inputit. Pastaj këtu do bëjmë këtë mesazhin echo. Welcome username. Dakor? Pra lexojmë Ctrl+C. Lexojmë këtë ndryshoren username edhe japim mesazhin welcome username. Kaq për momentin, pastaj do shikojmë si do lexojë edhe passwordin. Ha? E shkruajmë? I bëjmë save, Ctrl+C. 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 Tani e bëj të ekzekutueshme, change mode +x, se është ere parë që po ekzekutojmë, se kemi ekzekutuar më përpara, read pass.sh dhe e provoj. Read pass.sh. Tani, kjo thot, what is your username, po me qënë se unë I dash opsionin -i, më nxjerr vetë ty këtë si input default, emrin e përdoruesit që jam duke përdorur. Nëse shtyp enter, ngjelet ashtu siç është. Por unë mund ta ndryshoj këtë dhe të them test 1. Pra, komanda read nxjerr atë promptin, what is your username, dhe gjithashtu nxjerr edhe një vlerë default, si përgjigje default. Unë mund të shtyp enter dhe ajo merr atë vlerë. Ose mund ta ndryshoj, edhe pastaj të shtyp enter. Se mund të bëjë të shpajë, kështu. Po, të ndryshoj. Atë është shtyp. Bëjmë një Ctrl+C. Ctrl+C. Bëjmë një Ctrl+C. E provojmë që? A, provojmë. Se e provojmë. E bën të ekzekutueshme një, po. Tani hapim edhe një herë këtë programin me mikro. Dhe tani do lexojmë edhe një password. Atëherë shkojmë këtu dhe përdorim komandën prap read.
prompti është enter your password. Dhe këtë do ta ruajmë në ndryshoren pas. Pra komanda read me këtë prompt enter your password dhe inputin që japim ne e ruan në këtë ndryshore. Pas, ose mund ta bëjmë password, s'ka rëndësi, po e bëj shkurt pas. Tani përveç këtyre kësaj komandës read do t'jap edhe këtë opsionin s. Opsionin -s që është silent. Silent do të thënë që kur ne shkruajmë passwordin nuk na shfaqet në ekran. Ajo po e merr atë, po e lexon, po që nuk shfaqet. Por një password është më mirë që mos të shfaqet në ekran. Kështu që opsioni -s e bën silent. Ose mund t'i bashkoj këto dy opsionet -sp. Dhe pastaj thjesht po printoj passwordin me echo si fillim. Ctrl S e ruaj. Ctrl që dalim dhe e provojmë. Një password çfarë do, se është shembull. Ctrl që dalim dhe e provojmë. Enter your username, enter your password, se kemi bërë mirë të promptin. Editoj prap, atëre këtu te prompti do vendosim edhe një kështu. Lë dhe një vend bosh që të lexohet mirë, domethënë, sepse nuk është ose mund të bëj një 2 pika, këtu 2 pika edhe lë një vend bosh. Po e provojmë me këtë, Ctrl S. E provojmë prapë. Ctrl Q. Tani prap ka një gjë që nuk shkon sepse këtu direkt më del në vazhdim. Unë dua që kjo të më dalin në rreshtin poshtë mesazhi. Kështu që përpara se të bëj këtë echo, do bëj thjesht një echo të tillë. Echo vetëm kaq që të printoj një fundreshtë. Kjo echo nuk printon asnjë gjë, po printon një fundreshtë në fund. Kështu që bëj prapë S, Ctrl S, Ctrl Q, e provoj prapë. Në rregull? E provojmë gjithë? Tani, do t'i shtoj diçka tjetër kësaj komandës që lexon këtë passwordin. Do t'i shtoj edhe këtë opsionin -t10. Kjo t10 është timeout. Timeout 10 sekonda. Gjë që do të thotë që ajo pret për 10 sekonda që të lexoj atë inputin. Nëse kalojnë 10 sekonda, atëherë komanda mbaron, po mbaron me gabim. Domethënë mbaron me error ose mbaron me failure, me dështim. Pra nuk e lexoj, dështoj leximin e passwordit. Dhe meqense kjo komanda read mund ta në sukses ose mund të dështoj, atëherë këtu përpara po I vendos një if. Po I vendos një if. Dhe T-ja është timeout. Timeout pret 10 sekonda që të lexoj një -10 pret 10 sekonda që të lexoj një password. Përndryshe, nëse kalojnë 10 sekonda dhe se ka lexuar, atëherë komanda quhet që ka dështuar, quhet failure. Dhe këtu do bëj then, pastaj else edhe fi, e mbyll këtë ifin aty. Te pjesa then, faktikisht këto dy rreshta do t'i fuste te pjesa then. Këto dy rreshta, Ctrl X, I selektova me mouse, Ctrl X, vi këtu, I vendos me Ctrl V.
echo input time out edhe exit 1. E shkruajmë këtu? Jo. Vazhdo. Atëherë, qa kuptimi ka kjo slash në-ja? Është për një line. Një line, po. Dhe që komanda echo ta marrë një line atë, do t'japë opsioni -e, standing. Qëse nuk japim me opsioni -e, e merr thjesht karakterin slash dhe karakterin në. Shikoj këtë që fanë. Po shë para shë në dhe po, bise e përnë exit. Control S, ti bërsej. Okej, qa është kjo slash në-ja? Resht i ri, kjo është new line, por që komanda echo ta njojë si new line, është e nevojshme që të japim të opsionin -e, extended. Pra, kjo që kam bërë këtu është e ngjashme me këtë këtu, do të thënë bëj një echo për të nxjerrë një new line, edhe pastaj shfaq mesazhin. Vetëm se këtu e bëj me një rresht, atë new line e vendos këtu. Pra, këtu thjesht nxjerr një mesazh gabimi dhe pastaj exit 1, programi mbaron me kod jo 0. Kodi jo 0 është gabim. Tani qa ndodh këtu? Këtu kemi një komandë. Kjo është komanda. Tani nëse komanda ekzekutohet me sukses, atëherë ifi do bëj këtë pjesën poshtë dhen. Nëse komanda dështon, atëherë ifi do bëj këtë pjesën që është tek else. Pra, kështu funksionon ky ifi në bash. Domethënë ifi me një komandë. Nëse komanda të me sukses, bet pjesa ose ben instruksionet që janë të pjesa dhen. Nëse komanda dështon, ben instruksionet që janë të pjesa. Tani, si dështon kjo komanda read? Si mund të dështoj? Po, nëse nuk jepim passwordin brenda 10 sekonda, me qenë se ka këtë opsionin timeout 10 sekonda, atëherë komanda read dështon, edhe bet pjesa tek else. Atëherë po i bëj control Q, e ndryshoj, e provoj. What is your username? Nuk ka rëndësi. Tani po e lë 10 sekonda. Enter your password. Po e lë pa edhe në passwordin, ose edhe mund të përpiqem që të shkruaj diçka, por nuk shtyp enter. Kur kalojnë 10 sekonda, ajo nxjerr mesazhin input timed out, sepse ka atë -10 që nuk të lejon që të presësh pafundësisht. Atëherë e provoj edhe një herë. Shkruaj një password brenda 10 sekonda dhe shtyp enter, atë nxjerr mesazhin passwordi është ky. Tani do shikojmë se si mund të lexoj një script parametrat nga që i jepen ose argumentat që i jepen. Atëherë bëjmë micro params.sh.
bëjmë këtë echo, bëjmë thonjza ndryshe, dhe thonjzën e dytë e kalojmë në fund. Pra, e hap me enter, hap disa rreshta me enter këtu. Pra, hapet thonjza te rreshti i parë edhe mbyllet në fund, tek rreshti i fundit. Pastaj këtu do bëjmë disa gjëra. /$1 do t'i shpjegojmë që janë këto $0, $1 e kështu me radhë. Po fillimisht po i bëjmë kështu. Deri tek 9. Domethënë $1, $2, $3 e kështu me radhë deri tek 9. Po mund ta bësh edhe copy paste si duash, edhe mund ta modifikosh pastaj. Control save. Kaq është gjithë programi, vetëm një echo me këto. Mire që e bëjë gjithë të Rreshti i fundit është number of arguments edhe $thurje. Control C e bëjmë, Control C. Number of arguments. $thurje. Control save dhe dalim Control C. Tani e bëjmë të ekzekutueshme, change mode +x, +x, params, x. Dhe ekzekutoj params, por këtu do t'jap disa argumenta, a, b, c, d. Edhe jap enter. E provuam? Tani çfarë kuptojmë nga kjo? Kuptojmë që ky skripti bash këtu merr si $0 merr vetë emrin e skriptit. Pra $0 është argumenti i parë në këtë rresht. Pra nëse ne japim këtë komandë bashit, bashi e ndan sipas vendeve bosh. E ndan sipas vendeve bosh dhe pastaj thret këtë ekzekuton këtë komandën, po duke i dhënë
duke i dhënë këtë vlerën e parë ose fjalën e parë tek $0, fjalën e dytë tek $1, fjalën e tretë tek $2, $3, $4 dhe pastaj ato tjerat janë bosh. Këto $1, $2, $3 quhen positional parameters. Domethënë, ajo që është në vendin 0 ruhet në ndryshoren $0. Nëse hapim edhe një herë programin. Çfarë është kjo slash këtu? Pse kemi vendosur këtë slash? Jo, kjo slash ndodhet përpara dollarit për ta bërë dollarin që të jetë vetë karakteri dollar, sepse zakonisht meqense është brenda funksioneve dyshe, Shelli përpiqet që ta zvendësoj këtë $0 e merr si emër variabli dhe përpiqet që ta zvendësoj me vlerën e saj. Por nëse i vëmë një slash përpara dollarit, atëherë kjo nuk e merr këtë si emër variabli, por thjesht e merr këtë si thjesht shkronja dollar ose karakteri dollar. Pra këtë slashin e përdorim që këtu të na dalë $0, mos të përpiqet Shelli që ta interpretoj këtë si ndryshore, si variabël. Nga ana tjetër këtu e interpreton si ndryshore dhe vendos vlerën që ndodhet në ndryshoren 0. $0 është fjala e parë që është në komandë. Pra, nëse komanda ndahet sipas fundeve bosh, bashkë e ndan sipas fundeve bosh komandën, edhe tek $0 vendos fjalën e parë, që është vetë emri i programit që po ekzekutohet. $1 është argumenti i parë që i jepet i programit, $2 është argumenti i dytë, $3 është argumenti i tretë e kështu me radhë. Pastaj tek kjo $3 është numri i argumentave pa këtë të parin. Domethënë në rastin tonë ishte, ja po e provojmë edhe një herë. Në rastin tonë numri i argumenteve ishte 4. Pra janë 4 argumente që i kalohen komandës, pa marrë parasysh emrin e programit. Tani po e provoj edhe një herë duke i shtuar kështu CD e F. Atëre. Okej, kemi harruar gën, s'ka problem. Okej. Atëre, këtu janë 6 argumenta, prandaj thot number of arguments është 6. Dhe argumenti i parë ruhet tek ndryshorja $1, argumenti i dytë ruhet tek ndryshorja $2. Pra nëse duam të bëjmë një script i cili merr argumente nga Shelli, mund të përdorim brenda skriptit të $1 për të lexuar vlerën e argumentit të parë. Mund të përdorim $2 brenda skriptit për të lexuar vlerën për të përdorur vlerën e argumentit të dytë. Kurse $0 është gjithmonë vetë emri i skriptit që po ekzekutohet ose emri i komandës që po ekzekutohet. Pra, këto janë parametrat. Domethënë kështu mund t'i përdorim parametrat në një bash skript. Nëse japim argumente ose parametra, mund t'i përdorim në këtë mënyrë. Atëherë, po e mbyllim për sot dhe do vazhdojmë nesër me disa skripte të tjera.